Në Kur'an shfartohet për njerëzit që Zoti nuk i jep fëmijë, pra që nuk mund të kenë edhe pse po bëjnë përpjekje të mëdha. A quhen ata të mallkuar apo vuajnë të në gjëna që kanë bërë, s'ka lidhje fare. Mund të jetë shumë i mirë, mund të jetë shumë i devotshëm. S'ka lidhje me mallkim, s'ka lidhje me gjëna, s'ka lidhje, sprov. Sprov prej Allahut. Sprov prej Allahut. Zoti thot në Kur'an: "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Aw yuzawwijukum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima." Allah është ai i cili ju furnizon me vajza, e ka nisë me vajzat. Apo ju furnizon me djem. Apo ju furnizon me vajza dhe me djem, dhe Zoti e bën këtë doj steril. Sprov për Allah, po së thot se është i keq, apo është i mallkuar, apo ka gjuna të tjera. Po njerëzit, çu thon, njerëzit s'mbarojnë ndonjëherë.